Gjithashtu në deklaratën e presidencës turke u theksua se presidenti Erdogan mbështet iniciativën e presidentit Trump për një armëpushim me Ukrainën. Mendoni kjo se Turqien e afron më shumë drejt Shëbaz dhe e largon më tej nga BE? Shiko, nuk është se Turqia ka dash largohet ndonjëherë nga BE. Ka qenë BE që se ka dash Turqinë. Tani është BE që ka nevojë për Turqinë. Turqia ka një drejtim shumë qartë, do të përmirësojë marrëdhëniet me SBA si partner strategjik dhe po flasim për ushtrinë 1 dhe ushtrinë 2 të NATO-s. Pra, mos ngatrojmë marrëdhëniet që ka Turqia me Amerikën si dy vendet NATO-s, pra si dy vendet kryesore të NATO-s, më falni, me marrëdhëniet që ka Turqia me BE-n. Turqia ka ngrirë në marrëdhëniet e saj me BE-n se ka qenë BE që nuk ka dashur të afrojë Turqinë. E ka akuzuar për drejtat e njerëzit, e ka akuzuar për demokraci, e ka akuzuar për shumë gjëra. Dhe sot ka mbritur që nëse BE-ja e sheh mundësinë për të mbrojtur nga Rusia, gjithmonë se ka një luftë, ushtria e parë në kufit e Evropës, e gatshme për të bërë ushtri europiane, është ushtria turke. Ka që thjesht. Pra, ti problemi shihet te BE-ja, jo te Erdogan. A mendoni se mund të ketë ndonjë bashkëpunim më të thellë ndërmjet Turqisë dhe shteteve të bashkuara të Amerikës për të zgjidhur problemet larg evropianëve edhe në votra të tjera të botës, sidomos në lindjen e mesme apo në para një herë që ata duhet merren vesh për lindjen e mesme, flasim këtu Irak, Izrael, Palestinë, Siri, pra që është shumë e rëndësishme, ku kanë arsye të jenë bashkë. Dhe e dyta, pastaj që është shumë e rëndësishme, ose është më e rëndësishme për mendimin tim, është çështja që Turqia është një vend kufitar me Iranin. Ka një vijë kufitare të gjatë. Po. Dhe Amerikës i duhet një aleat i rëndësishëm në këtë konflikt me Iranin që fillon nga Azia e përfundon në Oqeanin Indian ku është Jemeni. Nuk është kaq e thjeshtë kjo punë. Kështu që prandaj është normale që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kenë marrëdhënie shumë të mira me Turqinë, që është një aleat shumë i rëndësishëm në NATO dhe që është një fuqi e jashtëzakonshme e atij rajoni.